Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Shikues të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullah. Paqja dhe bekimi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Falënderimet tona dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut azza wa jall. Atë falenderojmë dhe vetëm atë adhurojmë. Nësa paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi të dërguarin ton të fundit, Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin në rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Jemi në ditët e një muaji të bekuar, në ditët e muajit të Ramazanit, ku Allahu i madhruar, krijuesi i gjithësisë, u bëri obligim agjërimin robërve të tij. Muaji i Ramazanit është një muaj i cili nuk zgjat shumë, janë ditë të pakta dhe kalojnë. Mirë po, edhe pse janë pak ditë, edhe pse kalojnë, edhe pse ndodh një herë në vit, megjithatë mundësia për të fituar, mundësia për të rregulluar, mundësia për të përmirësuar është në maksimumin e saj. Gjatë ditëve të agjërimit besimtari nuk pengohet dhe nuk e braktis vetëm ushqimin edhe pijen. Mirë po ai padyshim braktis shumë gjëra të tjera. Në anën tjetër, besimtari i cili agjeron kalon në për disa përjetime të ndryshme, të cilat agjerimin e tij e bëjnë të këndshëm, të cilat bëjnë që pavarësisht kushteve klimatike, pavarësisht rrethanave në të gjinit ai, ky agjerim atij i duket i lehtë. Fal Zotit fillimisht dhe pastaj fal këtyre përjetimeve të cilat i ndihen besimtari gjatë agjerimit të tij. Andaj disa prej njerëzve duke mos i ditur këto përjetime, përjetimi i vetëm i Ramazanit që ju mbetet është ndjenja e urisë dhe e etjes. Kjo është ajo më e vogla që ndihet, nëse ne i dim këto përjetime dhe jetojmë me to. Andaj, cilat janë përjetime që duhet na t'i ndijmë dhe të jetojmë me to gjatë muajit të Ramazanit, e të cilat e bëjnë këtë muaj të madhrueshëm, e bëjnë këtë muaj të kënaqshëm dhe të këndshëm për neve. Do të flasim sot me lejen e Allahut për përjetimet e agjëruesit gjatë ditës së agjërimit të tij. Këto përjetime janë të ndryshme dhe e kanë rolin e tyre në jetën e besimtarit. Do të fillojmë një përjetim tepër të rëndësishëm, i cili fillon me këtë muaj, mirë po nuk guxon të fiket asnjëherë më. Ndezet ky përjetim në muajin e Ramazanit, nga se njeriu është më së afërmi të njihet dhe të ndihen këtë përjetim. Mirë po posa të ndizet shkëndiza e këtij përjetimi në zemrën e besimtarit, atëherë ajo nuk fiket më asnjëherë. Ajo shkon vetëm duke u shtuar, duke u rritur ndriçimi dhe shkëlqimi i saj, e asnjëherë nuk fiket. Me këtë ndjenjë besimtari kalon çdo sprovë, çdo telashe. Me këtë ndjenjë besimtari e kalon agjërimin e tij në mënyrën më të këndshme dhe ndihet më mirë, më rahat kur është agjërueshëm se sa kur të është duke ngrënë bukë. Cili është ky përjetim? Duke agjëruar ne ndim madhështinë e Allahut të madhruar dhe nevojën e madhe që ne e kemi për te. Ndihen edhe meritën e cila i takon Allahut të madhruar për të adhuruar dhe për të nënshtruar vetëm atij. Si ndodh kjo? Prej ku buron kjo madhështi? Dhe prej ku buron kjo ndjenjë se vetëm Allahu meriton të adhurohet? Ne jemi agjërueshëm. Dhe që agjërimi ton normal, trupi nuk është në gjendjen e njëjtë sikur jashtë Ramazanit. Madje edhe gjatë ditës së agjërimit ndryshon gjendja e trupit. Në mëngjes jemi më të fuqishëm, jemi më të qëndrueshëm, ndërsa duke i afruar iftarit
fillon njeriu të dobësohet. Fillon fuqia e tij të lëshohet. Fillon të ndijë njëri dobësinë e tij dhe nevojën e madhe që e ka për ushqim dhe pije. Dhe kupton njeriu se sa i dopt është ai. Në anën tjetër, i aktivizohet, i ndezet ajo shkëndijë që thash më herët. Isla i thot se ti je i dopt, kujtoje atë që është i fortë. Ti ke nevojë për ushqim dhe pije, kujtoje atë që s'ka nevojë për ushqim dhe pije. Allahu i madhruar. Andaj Zot që meriton të adhurohet është vetëm ai që nuk varet nga asgjë. Dhe po që se ndokush varet nga çfarë do lloj gjëje, atëherë kjo e zbret poshtë shkallës të merituarit për të adhuruar. Në bazë të kësaj kupton besimtari se kuptimi jon për Zotin është kuptimi i vetëm i cili e ngrit Zotin në shkallën e merituar, e ngrit Zotin në shkallën e duhur, nga se ne jemi të vetmit që themi se Zoti nuk han as nuk pin, nuk ka nevojë as për ushqim as për pije. Andaj Allahu Azza wa Jall në shumë ajete kur flet për njëshmërinë e tij, kur flet për fakte të cilat dëshmojnë se ai është i vetmi që meriton të adhurohet, Allahu është i vetmi që meriton të nënshtrohemi. Kur flet Zoti për të fakte, e lidh së bashku me ushqimin. Thot Allahu i madhruar në kapitullin An'am, ajeti 14. Thot Allahu i madhruar në kapitullin An'am, ajeti i 14. Qul a ghayra Allahi attakhidhu waliyan fatiri as-samawati wal-ard wa huwa yut'imu wa la yut'am qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna min al-mushrikin. Allahu i madhruar në thot, thuaj, o Muhammed, thuaj, o ti besimtar, të tjerëve thuaju, apos Allahu të marë unë dë një hyni tjetër për të adhuruar, nërsa Allahu është ai cili ka krijuar qiellin dhe tokën. Ai është që ju bën, ai është i cili ju ushqen juve, ndërsa ai vetë nuk ushqehet. Unë jam i urdhëruar që tim i pari që ti nënshtrohem kësaj, andaj mos u bëni nga idhujtarët. Nëse e përcjellim me vëmendje këtë ajet, do të vërejmë se në këtë ajet Allahu i madhruar sjell fakte bindse që njerëzit ti nënshtrohen dhe ti përulen vetëm atij. Ti braktisin idhujt e tjerë, ti braktisin të adhuruarit e tjerë, ti kthehen vetëm Allahu të madhruar dhe vetëm atë të adhurojnë. Me kuptimin e drejtë të adhurimit, duke i nënshtruar vetëm atij, duke përcaktuar burimin e informatave vetëm nga libri i tij, duke dashur, duke shpresuar në te, duke pas frikën vetëm atij, duke u mbështetur në te e kështu me radhë. Këto janë fakte që Zoti i sill për të na dëshmuar neve krijesave se ai është i vetmi i cili meriton të adhurohet. Çfarë argumenti sjell Zoti për këtë? Sjell argumentin e të ushqyerit. Dhe këtu bëhet ndarja. Wa huwa yut'im, ai i bën tjerë të ushqehen, wala yut'am, ndërsa ai nuk ushqehet. Ka ndarje, ka Zot dhe ka krijesa. Nuk bashkohen, nuk janë të njëjtë, nuk janë të barabartë. Nga se njëri bën të tjerët të ushqehen dhe të tjerët janë të nënvarun nga furnizimi i tij, ndërsa ai nuk ushqehet. Nuk kanë Zoti bukë, as nuk pin ujë, as nuk ka nevojë për këtë. Allahu nuk flan, as nuk e merr kotja e as gjumi, nga se nuk ka nevojë për këtë. Për këtë arsye meriton të adhurohet. Dhe duke kuptuar besimtari këtë, e sheh se sa ka nevojë për Allahun e madhnuar. Ndezet në zemrën e tij shkëndijja e madhështimit të Allahut, sa i madhnuar është Zoti. Paramendoni Zotin që nuk han kurr, nuk pin kurr, dhe me gjithë këtë është i fuqishëm, i mban qiellin dhe tokën. A nuk është keni ndjen
me të vërtetë që e bën të këndshëm agjërimin ton kur ti e kupton se ti si krijesë e dopt, që ke nevojë për ushqim dhe pije, po e braktis këtë nevojë tënde për një kohë të caktuar të ditës, që ti kthehesh Allahut të madhruar, po agjëroj për Zotin e madhnuar, po agjëroj për atë i cili nuk ka nevojë për ushqim dhe pije, i cili është i vetmi i denjë për të adhuruar, Allahu i madhruar. Ndërsa në një ajet tjetër kuranor, Allahu i madhruar, kur flet për adhurimin që njerëz ja kushtojnë njerëzve, e më të theksuarit në këtë janë ata të cilët e adhurojnë Isaun alayhisalam, Jezusin, duke menduar se është Zoti apo biri i Zotit e kështu me radhë. Allahu azza wa jall e rënon teorinë e tyre, e shpall pavlefshëm argumentimin e tyre se ai është Zot. Me çfarë argumenti? Me argumentin e ushqimit. Thot Allahu i madhruar: "Mal Mesihu ibn Maryama illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani at-ta'am." Allahu i madhruar thot, nuk është Mesihu, nuk është Isau alayhisalam tjetër përveç se një i dërguar i Zotit, e që edhe para ti kishte të dërguar. Dhe nëna e tij, një e sinqert, një gruaja e vërtet, e devotshme. Këta dytë, edhe Isau, edhe nëna e tij, kana ya'kulani at-ta'am, ishin nga ata që kishin nevojë të ngrajnë bukë. Ushqeheshin, përderisa kishin nevojë për të ushqyer, përderisa ushqeheshin, atë nuk meritojnë të adhurohen, nuk meritojnë të përulemi atyre, nga se përulja i të kënë ati cili i ushqen të tjerët, ndërsa ai nuk ushqehet. Kjo ndjenja nuk është e këndshme, që ti gjatë agjerimit tënd të kuptosh se tërë këtë sakrificë që i duke bërë gjatë këtij muaji, në këtë vapë, në këto temperatura të verës, tërë këtë sakrificë e bën për Zotin, i cili është më të vërtet madhështor, i cili është më të vërtet i pavarur, i cili është më të vërtet i lartë. A nuk meriton Zoti një sakrificë minimale të këtij lloji, sikurse është agjerimi për t'ia kushtuar vetëm atij? Kjo e mban besimtarin. Ai kur e din se kënd është duke adhuruar, ai kur e ndjen se kujt është duke u nështruar, ai kur e ndjen se për kënd e ka braktisur ushqimin dhe pijen, padyshim se kjo ja bën të lehtë agjerimin e tij. Dhe kjo është e dëshmuar edhe në jetën e përditshme të kësaj bote. Njerëzit, varësisht nga afërsia që kanë me atë që sakrifikojnë, varësisht nga kjo edhe i përjetojnë më lehtë apo më vështirë sakrificat ndaj atij që sakrifikojnë. Për shembull, nëse një njeri ka pasuri, me rrogë në mujt, e kështu me radhë, dhe i smuret një qytetar që ai jeton me të bashkë. Nuk e nje, s'ka raporte me të, mirë por është i qytetit të tij. Dhe kërkohet për shërimin e këtij qytetari, e këtij njeriu të smur, kërkohet që ta jap ky personi që i pari tërë pasurinë që e ka për të shëruar një njeri që ky nuk e nje. A është i gatshëm ta sakrifikon? Padyshim se jo. I duket e vështirë. Thot, unë kam mundësi me ndihmu me 10 euro, me 50 euro, me 100 euro, varësisht se sa e ka buxhetin e tij të hyrave mujore. Po nuk është i gatshëm me dhon shumë, ose edhe më pak është i gatshëm me dhon tërë pasurinë që të mbetet pa asnjë cent në xhep, për shkak se njëri tek e fund as nuk e nje, ka nevojë për ndihmën e tij. Thot, unë po i ndihmoj pak, po të ndihmojnë të tjerë nga pak. Ta lëm anësh këtë shembull. Në anën tjetër, të njëjtit njeri i smuret fëmiu i tij, djali i tij, në shtëpinë e tij. I smuret. Dhe ka nevojë për ilaç, ka nevojë për shpenzime, ka nevojë për të shëruar dhe ndoshta dhe jashtë vendit. Sa është i gatshëm tashmë ky njeri, që i pari, që herën e parë e pam nga dëshminë e tij. Sa është i gatshëm tash
që të shpenzon për birën e tij, të gjithë do të themi tër pasurinë, krejt çka ka është në gjendje baba të bën për birën e tij, është në gjendje lërem pasurinë e tij të harxhon, po të merr barq, apo vetëm që të shesh shpresat e shërimit në djalin e tij. A nuk është kështu? Për çfarë arsye? Pse dalloj çështja nga i pari dhe nga i dy? Për çfarë arsye? Ka sa afërsia. Afërsia bën që njërin ta bën që të ngritet në shkallat e larta të sakrificës apo të bie më poshtë. Afërsia. Andaj të kthehemi tek agjërimi për Zotin. Ai që e kupton nevojën që ka për Allahun e mënduar. Ai që e kupton këtë madhështi të Zotit, nuk ushqet, nuk pin, nuk flan, nuk kotet, na jep në vazhdimisht gjumë, na jep vazhdimisht në pushim, na jep vazhdimisht në ushqim, na jep vazhdimisht në ujë për të pirë. A nuk na bën kjo që të kënaqemi kur të agjërojmë, nga se për Zotin po agjërojmë? A nuk është kjo ndjenjë e këndshme? Kjo ndjenjë buran nga bindja jonë për madhështinë që duhet t'ia kushtojmë Allahut Azza wa Jall, dhe nga bindja se Allahu është i vetmi i cili meriton të adhurohet. Kjo është e bindje, e cila duhet ta shoqëron besimtarin vazhdimisht kur të ligesh, kur të dobësohesh nga mos konsumimi i ushqimit, kur të dobësohesh nga braktisja e pijes. Thuaj me plot zemër, i madhruar qofsh ti o Zot i cili nuk të dobëson as ushqimi as pija. Kjo është ndjenjë me të vërtetë shumë e madhe, shumë e këndshme. Ai cili me gjuhën e tij kështu të shprehet para Zotit të mënduar, ai cili me këtë ndjenjë e kalon ditën e agjërimit, padyshim se agjërimi i tij do të ketë kuptim tjetër. Do të ketë një me të vërtetë një ndjenjë të posaçme, të veçantë nga ata të tjerët të cilët agjërojnë, mirë po çdo gjysmë ore e shikojnë orën se kur është iftari të mbaron kjo uri dhe kjo etje. Kjo është që duhet ne ta kuptojmë gjatë agjërimit ton. Kjo është një ndjenjë e posaçme që duhet na përcjell. Madhështia e Zotit. Sa i madh është Zoti, sa i përsosur është Zoti, i cili nuk ushqehet, mirë po i ushqen të tjerët. Kjo ndjenjë, shikues të nderuar, na sjell pasaj një bindje tjetër. Kjo ndjenjë na sjell një bindje tjetër. Cila është ajo? Tham fillimisht madhërimi i Zotit të madhruar dhe bindja se vetëm ai meriton të adhurohet. Pastaj pas kësaj rrjedh një bindje tjetër, ajo është se pasi që Zoti qenë ka i cili nuk han as nuk pin, pasi që Zoti qenë ka i që nuk flen as nuk kotet, as nuk lodhet, sikurse në librat e të tjerëve shkruan se Zoti është lodh kur e ka krijuar qiellin dhe tokën. Larg asaj, i pastër është Zoti nga lodhja, ai nuk lodhet kurrë. I madhruar është ai. Ne lodhemi, ne jemi të dopt, ndërsa ai është i fortë dhe i palodhur. Ndjenja tjetër që rrjedh për kësaj është se pasi që Zoti është ai që nuk ushqehet dhe na ushqen neve, atëherë sa kemi nevojë për këtë Zot? Sa e meritojmë në furnizimin që na vjen nga Zoti jon? Sa? Paramendoni, shikues të nderuar, sikur të na furnizon Zoti në bazë të meritave që ne i kemi. Sa do të mbeteshim kohë të gjatë agjërueshëm, mirë po agjërim të dhunshëm. Sa kohë të gjatë sa kohë e gjatë do të shkonte e nuk do të kishim kafshat për ta futur në gojën tonë. Po të ishte furnizimi në bazë të kthimit ton ka Allahu i madhruar. Zoti i madhruar shikon mëshirën e tij. Edhe kjo është ndjenja e dytë që duhet na përcjell, të na shton dashurinë për Allahun e madhruar dhe gatishmërinë për të sakrifikuar sa më shumë për të. E dyta, shikojmë mëshirën e Zotit. Sa njerëz ka që nuk agjërojnë, nuk i përfillin urdhnat e Allahut të madhruar, madje as nuk e njohin atë. Zoti na ruaj nga ky mëkat i madh. Megjithatë, Zoti i madhruar i furnizon. Ju
Ju jep vazhdimisht. Nuk e ndal furnizimin. Ende nuk kemi ndëgjuar se dikur që nuk vjen në xhami ose nuk agjeron, ja ka ndal Zoti bukën, ja ka ndal Zoti oksigjenin, ja ka ndal Zoti gjakun, qarkullimin e gjakut në trup, zemrën e kështu me radhë. Nuk kemi ndëgjuar ende për këtë. Prandaj shikoni sa është i mëshirshëm. Nëse u jep atyre të cilët nuk agjerojnë, atëherë na duhet jemi të bindur se ne që agjerojmë do të na jap edhe më tepër. Dhe ta dojmë Zotin, të jemi të gatshëm për sakrifikuar për të. Mëshira e Allahut është e cila me të vërtetë dukshëm shfaqet gjatë muajit të Ramazanit. Madhështia e tij e para, merita për adhurim, e dyta mëshira e Allahut në furnizim ndaj robërve të tij. Dhe nevoja jonë e madhe që kemi për Allahun e manduar, nga se paramendo kur je i dob dhe i ligt para iftarit, kur mezi pret të bëhet iftari dhe të bësh iftar, të forcohesh ta kthesh fuqinë tënde, paramendo për çdo çaste e çka bëhet po ndërpret furnizimi i Zotit. Kur do të bënim iftarna? Mendo për këtë. E pastaj thuj, falënderimi të qoftë ty o Allah i madh, që i kaq i mëshirshëm dhe që kaq tepër na begaton me furnizimet e tuaja. Dhe me këtë e don Zotin. Me këtë dashuri e fik etjen, dhe me këtë dashuri e fik urin, me këtë dashuri te kalon çdo temperaturë, çdo muaj që ka mundësi Ramazan të kalon në për të, e kalon pa kurrë problemi. Dhe rrjedhimisht nga kjo ai ka një agjerim të këndshëm. Dhe kjo është shumë normale që dashuria ndaj Zotit, të cilën e ka prodhuar bindja e tij për madhështinë dhe meritin e Zotit për çën e adhuruar dhe ndjenja e tij për nevojën që ka për të, mëshira e madhe e Zotit që derdhet mbi krijesat e tij e bën njeriu që ta don Zotin. Dhe pastaj kur ta don, është në gjendje të sakrifikon për të çka do qoftë. Qoftë edhe braktisën e ushqimit dhe pijes. Madje kjo sakrificë nuk paraqet për të kurrë vërtetësie. Ai kënaqet duke sakrifikuar për Allahun e madhuar. Mua është sikur që të kam më herë shikues nderuar që kënaqet prindi duke sakrifikuar për birin e tij, apo i biri kënaqet duke sakrifikuar për babën e tij, miku për mikun e tij, e kështu me radhë, nga se këtë kënaqësi e sill dashuria që e ke për atë që ti sakrifikon. Kjo është ajo që duhet na shoqërojë gjatë agjerimit ton. Dhe kështu ne me këtë prekupohemi, me këtë madhështi, me këtë mëshirë, me këtë dashuri të prekupohemi. Kur të prekupohemi me këto, atëherë do të befasojmë sa shpejt do të jeni iftari. Do të ndalemi pak, na ndiqni pas këtij pushimi. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Selamu alaikum. Shikues të nderuar, u kthyem përsëri për të vazhduar me emisionin ton ku jemi duke folur për ndjenjat të cilat e përshkojnë besimtarin gjatë agjerimit të tij. Ndjenjat të cilat me lejen e Zotit jo vetëm që i lehtësojnë atij agjerimin, por e bëjnë edhe të këndshëm këtë agjerim. E si mos ta bën të këndshëm agjerimin dhe të lehtë atë ndjenja e besimtarit për madhështinë e Zotit. Kur e kupton se sa i madh është Zoti, sa i fuqishëm është Zoti, sa i pavarur është Zoti, dhe në fund e kupton se për këtë Zot është duke sakrifikuar, për këtë Zot është duke braktisur ushqimin dhe pijen. Kjo është një ndjenjë shumë e këndshme. Dhe në anën tjetër e kupton se sa është Zoti i mëshirshëm, sa furnizon Zoti vazhdimisht. Me të rebelimin e njerëzve që e kanë ndaj tij, me të largimin e tyre që ata ikin prej tij, megjithatë
Zoti i furnizon ata. A nuk duhet ta dojmë këtë Zot? Padyshim se po. A nuk duhet që të kënaqemi duke adhuruar dhe duke sakrifikuar për këtë Zot? Padyshim se po. Këto janë ndjenjat e agjëruesit. Me këto ndjenja, me këto përjetime agjëruesi ka në Ramazanin e tij, ka në ditën e tij dhe është i kënaqur. Dhe këto ndjenja e bën që të harran kohën e agjërimit, të harran temperaturën që është jashtë, të harran rrethanat që ai gjendet. Këto e bën që të jetë ai në gjendje tjetër, larg temperaturave, larg gjendjeve dhe rrethanave që ka mundësi të kalon ai. Ndjen tjetër që ndjen besimtari gjatë agjerimit, ka të shumta. Mirë po dëshirojmë disa prej tyre të përmendim. Ndjen tjetër që ndjen besimtari është ndjenja e përgatitjes për takimin me Zotin. Ne shikues të nderuar jemi krijesa. Dhe si të tillë kemi fillimin dhe kemi fundin. Fillimi i çdo njeriu është me lindjen e tij, duke dal nga barku i nënës së tij, ndërsa përfundimi i tij është duke përfunduar në barkun e tokës. Ka filluar nga barku i nënës, ndërsa përfundon në barkun e tokës. Dhe pas këtij përfundimi dhe pas këtij varrimi në barkun e tokës, pason ringjallja dhe dalja para Allahut të madhruar. Dhe mu për këtë jemi krijuar që të bëjmë punë të mira dhe me këto punë të takojmë Zotin e madhruar, të kemi llogarinë e lehtë. Kjo është kuptimi jon dhe bindja jon që na mëson Kur'ani dhe fjalët e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Andaj besimtari e din se përfundimi i tij është para Zotit. Do të dal para Allahut për dën llogari. Domosdo, në një ditë të vështirë që nuk ka kaluar njeriu në ditë më të vështirë se dita e ringjalljes së tij. Përveç ata të cilët i ka mëshiruar Allahu i madhnuar. E shpresojmë që ne të jemi nga ata. Është një ditë shumë e vështirë. Zoti e përshkruan në atë ditë se njerëzit do të dalin si të dehur. Po nuk i ka dehur alkooli, por i ka dehur dënimi i madh. I ka dehur ajo që ka do të shojnë nga ndodhit e ndryshme në ditën e gjykimit. Kjo është e pashmangshme. Dhe duhet të besojmë në këtë, në ringjalljen, në daljen para Zotit. Për këtë arsye, Zoti na ka urdhëruar që të përgatitemi për këtë dalje, për dalë para Allahut të madhnuar. Në atë ditë Zoti na lajmëron se ka njerëz të cilët etja e tyre do të zgjasë shumë gjatë. Dhe uria e tyre do të jetë gati se e pafundme. Për këtë ditë të urisë dhe për këtë ditë të etjes, besimtari përgatitet që duke qenë në këtë botë një kohë të shkurtër, i uritur apo i etur për hir të Allahut, me qëllim që ta shmang urinë dhe etjen e daljes para tij. Duhet jemi të uritur në një nga dy botat, ose këtu ose atje. Në këtë botë ha dhe pe nga tëraja që Allahut ka urdhëruar. Kur vjen muaji i Ramazanit, ndërpreje këtë ushqim dhe pije për një kohë të caktuar, duke qenë i bindur se kjo është një përgatitje e jote, që ti e përgatit për dalë sa më i sigurt dhe më stabil dhe më i qëndrueshëm për Allahut të madhnuar. Andaj ne kur agjërojmë, kur na thahen buzët nga etja dhe kur na zbrazët barku nga ushqimi, e kujtojmë automatikisht atë ditë kur me të vërtet koha e iftarit është shumë larg. Atë ditë kur njerëzit do të dalin para Allahut të madhnuar, dhe atë ditë është dita e llogarisë. Nuk do të ketë mundësi njeriu të përmirëson asgjë. Andaj besimtari kur të agjiron thot: falënderimi i qoftë Allahut i cili më mundsoi që të agjiroj e të përgatitem për daljen para tij. Andaj çdo ditë që agjiron ti o agjërues, ndije këtë ndjenjë se je duke u përgatitur për dalë para Allahut të madhnuar. Përkutoj atë ditë të urizë të etjes dhe merr me vete furnizim që do të kryejm punë në atë ditë. Paramendoni disa njerëz që janë nisë në udhtim dhe udhimi është i gjatë, mirë po ata nuk marrin me vete furnizim. As nuk marrin të holla për të bleu ushqim gjatë rrugës, por as nuk marrin furnizim me vete.
Paramendoni gjendjen e tyre kur të përfundon furnizimi që e kanë pas në barqet e tyre. Kur të fillon të shfaqet etja dhe uria. Dhe nuk gjejnë, nuk kanë as të holla për të blerë, e as në qest e tyre nuk kanë ushqim. Si është gjendja e tyre? Edhe më zi do të jetë gjendja e njerëzve ditën e gjykimit. Prandaj të përgatitemi dhe të kuptojmë se agjërimi na e kujton atë ditë që njerëzit do të jenë të etur, e do të jenë të uritur, ndërsa ne me falëndrimin e Allahut agjërojmë në këtë botë, një kohë të shkurtër të ditës, jo tërë ditën. E kam për qëllim tërë ditën në kuptimin e 24 orëve, do të thotë së bashku me natën. Agjërojmë një pjesë të saj. Pastaj pas iftarit, dëfrehu, pa problem. Ndërsa gjatë ditës së agjërimit kujtoje ditën e takimit me Zotin. Tu jo Zot, që në ka vështirë me të vërtet që njeriu një kohë të gjatë të jetë i uritur dhe të jetë i etur. Andaj o Zot, atë ditë kur do të ketë njerëz të uritur dhe të etur, ti o Zot na bën nga ata që nuk janë të tillë. Na mbrojnë nga dënimi yt. Me këtë agjërim njeriu e kujton këtë ditë dhe ndjenja se po përgatitet për këtë ditë i jap kuptim të tjetër agjërimit të tij. Ndjenja se do dalim për Allahut të madhnuar dhe se ne duke agjëruar po përgatitemi për të dalë para Zotit të madhnuar. Ne e ndjejmë se ky agjërim, këtë ditë që sot jemi duke agjëruar, është një vepër e shtuar në bagazhin e veprave tona që shpresojmë që kur do të dalim para Allahut do të kemi çka të vendosim para Tij. Prandaj me këtë ndjenja nuk ka mundësi që agjërimi të jetë ndonjëherë i rënd, të paraqet vështirësi, temperaturat e larta për agjëruesin. Kur? Nga se njeriu e kupton se është duke u përgatitur për të shpëtuar mund nga vapa. Ne e dim dielli është ai i cili Zoti i madhnuar e ka bërë që me rrezet e tij të bën dritë dhe të në nxjerrë dhe të në ngrohë. Dhe posa rrezet e tij në mënyrë pak më pingule binë në tokë, ngritet temperatura. Dhe njerëzit automatikisht kanë nevojë për freski, kanë nevojë për ta fikur etjen. Dhe shumë për njerëzve fatkeqësisht për shkak të kësaj nxehtësie e braktisë në agjërimin. Besimtari që agjeron thot kjo është ndjenja e tij, thot më mirë të mbetem i etur dhe i uritur në kohën kur dielli është me mijëra kilometra larg meje. Më mirë se sa të mbetem i uritur dhe i etur në ditën kur njerëzit do të hudhen brenda diellit. Kur është vapa më e madhe? A është tash vapa më e madhe? Kur dielli sa është larg prej neve dhe vetëm një rrezë e tij ka rënë vendin tonë, sa e ka ngrit temperaturën. Kur është më vap? Tash apo atë ditë kur njerëzit që nuk i kanë përfill urdhat e Allahut të manduar do të hudhen jo në dielli, po në diçka që do ta këlltit edhe diellin edhe hanën në xhehenem, Zoti na ruaj. Prandaj besimtari kur agjiron ai kënaqet, thot elhamdulillah, falërimi i qoftë Allahu që më ka mundsuar me agjiru kët agjirim në këtë botë që të shpëtoj nga vapa dhe nga nxehtësia dhe nga dënimi i botës tjetër. Kjo ndjenjë e bën këtë agjirim të këndshëm. Kjo ndjenjë e bën këtë agjirim të lehtë. Kjo ndjenjë e bën këtë agjirim që mos ndjen besimtari se ka barr në trupin e tij. Dhe agjiron pa kurrë problemi. Ndjenja e përgatitjes për dalë për Allahut të madhruar. Andaj shikues të nderuar, me këto ndjenja, edhe pse thash ka shumë pritime të shumta, të cilat me të vërtet e bëjnë të këndshëm, të kënaqshëm agjërimin. Mirë, po ti kujtojmë këto tri që i ceka në këtë emision së bashku me juve. Ta kujtojmë pritimin e këndshëm të madhështisë së Allahut Azza wa Jall. Pritimin e këndshëm e ndihmë për sakrificën që po e bëjmë ndaj atij i cili është i vetmi i denjë për të adhuruar. Pastaj, duke kuptuar mëshirën e tij, duke kuptuar bujarinë e tij
në furnizimin e tij robëve të tij, na shtohet dashuria ndaj tij. Nëpërmes kësaj dashurie lehtësohet sakrifica. Dhe në fund, duke e ndier se jemi duke u përgatit për dalë të Zoti, duke qenë të bindur se çdo ditë që agjerojmë është një shtojc në bagazhin e veprave tona, që shpresojmë që kur do ta shpalosim para Zotit ditën e gjykimit do të na shpërblen për këtë bagazh. Kjo ndjenjë bën besimtarin se është në fitim të vazhdueshëm dhe ky fitim i harron temperaturat, i harron muajin që është duke agjeruar. Sa më tepër janë të theksuara në jetën tonë, në përditshmërinë tonë, gjatë agjerimit tonë, këto përjetime shikues të nderuar, aq më lehtë do të jetë agjerimi jon. Sa më larg do të jemi këtyre kuptimeve, padyshim se do të jetë i vështirë agjerimi. Madje ata të cilët janë të zhveshur komplet nga këto ndjenja, nuk kanë këto përjetime, ata e braktisin dhe komplet agjerimin. E lëjnë, nga se nuk shohin ndonjë arsye pse ta agjerojmë, pse ta lë vetën e uritur, pse ta lë unë vetën i etur, për çfarë arsye? Nëse besimtari ka kuptim tjetër, besimtari ka përjetime tjera, ai ndryshe e ndjen agjerimin, ai ndryshe e përjeton atë. Andaj shikues të nderuar, e lutim Allahun e madhnuar që të na mundson që me të vërtet gjatë ditëve të agjerimit ton ta përjetojmë ndjenjen se Allahu është i vetmi që meriton të adhurohet. Ta përjetojmë ndjenjen se sa është i madh Allahu azza xal. Sa është madhështor Allahu subhanahu wa taala. Ta ndiejmë bujarinë dhe mëshirën e tij në furnizim ndaj krijesave. Çka do të bënin krijesat po të ishte vazhdimisht agjerim? Po mos të kishte furnizim. Allahu i furnizon ata vazhdimisht. Dhe në fund ta ndiejmë se tek e fundit e tëra që ne e bëjmë është në dobi tonë, është në interesin tonë, nga se me këtë shtohet bagazhi i veprave tona dhe me këtë përgatitemi ne për një dalje më të mirë dhe më faqebardh para Allahut të madhuar, një dalje që është e pashmangshme, s'ka mundësi të ikë askush, ashtu sikur që nuk ka mundësi të ikë vdekjes askush, nuk ka mundësi të ikë dhe daljes para Allahut të madhuar. Shpresoj që të keni agjerim të këndshëm. Zoti ju apranoft agjerimin, u lehtësoft juve atë, dhe me shpresë të takohemi përsëri në emision të ardhshme. Ju përshëndes me Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oh